Në fshatin Lekël të Tepelenës vijon puna për restaurimin e kishës së Profetit Ilia, e dëmtuar nga zjarret e vitit të kaluar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhia, vizitoi nga afër ecurinë e punimeve teksa theksoi se përmes kësaj ndërhyrje të rëndësishme synohet që ky monument kulture të rikthehet në gjendjen e tij origjinale duke ruajtur vlerat historike e arkitektonike. Nuk e lëm njëri tjetrin vetëm, nuk e lëm trashëgimin pasdore, nuk e lëm asnjë kishë të këtij niveli, nuk e lëm që të humbi shkëlqimin që ka patur. Investimi është në një projekt të rregullt që DRTK Gjirokastra, në rast se qarku Gjirokastra, po zbaton, megjithatë në rast se do kemi nevojë për të bërë diçka më shumë, neve do jemi prapë këtu, edhe mund të ndërhyjmë edhe më shumë. Kisha e Profetit Ilias është shpallur monument kulture për shkak të rëndësisë historike dhe arkitekturore. Kjo kishë është një nga objektet që u doq nga zjarret që përfshin jugun e vendit vitin e kaluar. Për restaurimin e kishës janë angazhuar specialistët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër.